nuk ka emër, nuk ka titull më të lartë se t'jesh ushtare e ushtrisë lirimtare të Kosovës edhe të merrsh titullin luftëtare e lirisë. Për mua është nder dhe krenari edhe çdo ndjen vërtet e emocionuar duke qenë në mesin e nxënësve dhe të kësaj shkolle, por edhe të mësimdhënësve. Vërtet sot kjo ditë është e veçantë dhe duken më bukur se kur. Kam një mësimdhënëse këto afër, e cila është veshur kuqezi. Pra, këto janë ngjyrat që na kujtojnë të kaluarën tonë, ngjyrat verdh dhe kaltër, por edhe kuqezi që asnjëherë nuk i ndaj, përndryshe nuk e di nëse po arrin kameramani Sahit Roshupa të marrë në fokus edhe flamurin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, me këtë flamur që sigurisht i ka parapri çdo betejë që kanë pasur gjatë kohës së luftës. Me kë po flas të lutem? Ramize Abdullahu Salihu, mësimdhënëse e gjuhës shqipe, në këtë shkollë që 35 vite ligjeroj nëndën e gjuhës shqipe. A ka ndjenjë më të veçantë se sa tu flasësh nxënësve për gjuhën amtare? Edhe si pjesëtare e ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe si ushtare... Sa e bekuar jam sot që jam e rrethuar mes gjithë atyre që kanë kontribuar që sot ne po gëzojmë edhe këtë moment. Unë kam qenë ushtare e ushtrisë lirimtare të Kosovës në zonën operative të Llapit, brigada 153, me nder dhe krenari sot dhe çdo ditë dalë para nxënësve për t'ju folur për sakrificën, mundin dhe gjitha rrugtim që kemi bërë deri në ditën e sotme që të festojmë të lirë, është nuk ka emër, nuk ka titull më të lartë se t'jesh ushtare e ushtrisë lirimtare të Kosovës edhe të merrsh titullin luftëtare e lirisë. Për mua është nder dhe krenari edhe çdo orë që më jepet mundësia dhe kemi një simore që na lidhet me luftrat tona, ndjehem shumë krenare dhe shumë e lumtur që përcjell mesazhe të nxënësit që ta duan, ta respektojnë dhe ta çmojnë lirinë e cila është fituar me shumë mund dhe sakrificë. Ndërsa ky moment është shumë i përjetuar, jemi duke përjetuar